Jo çdo kush mund të bëhet hafiz. Ata të cilët i ka zgjedhur Allahu, e një prej tyre është edhe Hafiz Ajani i familjes Ibrahimi. Sot një gëzim i veçantë në fshatin tonë, fshatin Batinc, ku jena krenar me hafizin e ri Ajan Ibrahimin. Ajani, sikur se edhe e dini, 13 vjeçar, po është hafiz i Kuranit. Sa jam i informu mune, në karshjakën tonë, ala nuk kena pas hafiz me vitet e Ajanit. Pas 50 viteve, me lejnë Allahut, na del një hafiz në fshatin tonë. Jena shumë krenar, Allahu ta ruje, t'ja shtoje dijen, ta boje t'hajrit, inshallah kjo vazhdon, edhe presmi hafizet e radhës, çka do t'jenë inshallah. Fshati i Batinc është shumë i gëzueshëm me këtë hafizin 13 vjeçarin. Ju falenderoj nga ana Allahu xhaleshane që da bone të mu që ta kejmë këtë hafiz të ri në fshatin Batinc. Jemi shumë krenar, Allah ju nderoft edhe juve si kamerman, hoxhën, efendian tonë Lokman Abdullahin edhe xhamatin krejt. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Pastaj ne u kemi dhënë librin, trashëgim atyre robëve tanë që i kemi zgjedhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. O vëllezër, Hafiz Ajanit, këshilli i xhamisë tonë, së bashku me xhamatin tonë, dhe shumë vëllezër e dashamir që janë në diasporë, që janë xhamat Lion, familjarët e tonë, kolegët tonë, kanë zgjedhur këshilli i xhamisë që t'ja jep një shenjë respekti, një dhuratë modeste. Lum për ty hafizon dhakron Kur'anin pa jada, prej Fatiha deri nas, hatme në namaz. Ti kur delnat mihrab, lezën nga i kitab, për çdo harf nga 10 sevap, e gjërë pa hesab. Allah hafizet jape jetë gjatë, Allah ta bekoj hafizin, ta bekoj fshatin ton, ta bekoj xhamatin ton, ya Rabbel Alamin. Fidati lezëm, e ngritu për pjet, ajeti më ram, vendit në gjennet, kur artë dhe qanë, për prindrit e tu, dhe të Resulullahi ta e ka kumtu.